Kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta në vijim të takimeve elektorale në kryeqytet u ndal ditën e premte në Kamës. Meta tha se programi i kryetarit aktual të Bashkisë së Kamzës përputhet me prioritetet e LSI-s, të cilat vënë në plan të parë interesat e qytetarëve. Zgjedhjet e 8 majit do t'japin një mesazh shumë të rëndësishëm të emancipimit demokratik të gjithë shoqërisë sonë. Jam i sigurt se ky mesazh do të vijë edhe nga komuniteti juaj i mrekullueshëm. Prandaj ju ftoj të gjithëve, votoni kandidatin e Aleancës për qytetarin. Duke u referuar incidenteve të kësaj fushate elektorale, Meta tha se këto janë ngjarje të pakëndshme që nuk kanë lidhje as pak me qetësinë, kulturën dhe bashkëjetesën e banorëve të Kamzës. Meta më pas u ndal tek dallimi midis dy kandidatëve për Bashkinë e Kamzës. Unë dua t'ju ftoj të gjithëve që t'i izoloni të gjithë ata provokatorë, të cilët kërkojnë të sajojnë incidente, të cilët kërkojnë të dëmtojnë një proces zgjedhor që është me rëndësi etike.